Është shuar në moshën 40 vjeçare këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Mediat në Maqedoninë e Veriut raportojnë se ai ka pësuar një atak kardiak gjatë qëndrimit të tij në Itali. Ky lajm ka tronditur publikun dhe komunitetin artistik shqiptar, pasi Shpat Kasapi njihet për karrierën e tij të gjatë muzikore dhe hitet që e bën të dashur për shumë breza. Miq dhe të afërm të këngëtarit kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe keqardhje për ndarjen para kohe nga jeta të këngëtarit. Shpat Kasapi ishte një këngëtar i njohur shqiptar nga Tetova, i lindur në 1 maj 1985. Arsimin fillor e ndoqi në shkollën Liria në Tetov. Më pas vijoi studimet në Kolegjin Turk Yahya Kemal në Shkup, ndërsa fakultetin e përfundoi në Universitetin Fon. Talenti i tij në muzikë u shfaq herët. Kasapi nisi karrierën artistike që në fëmijëri, duke marrë pjesë në festivale të ndryshme ku në moshën 13 vjeçare fitoi çmimin e parë në festivalin Mbletëza 98 në Tetov. Suksesi i tij u konsolidua me kalimin në skenën e të rriturve, duke u vlerësuar me çmimin e parë në Këngët e Stinës 2002 në Tiranë, çmimin e publikut Nota Fest 2003 dhe Alba Fest 2003 në Shkup, si dhe një sër çmimesh të tjera që e pasuan. Kasapi u shua ndër vite në festivale të rëndësishme si Pop Idol 2004, Top Fest, Kënga Magjike dhe Zhurma Show Awards. U mori vlerësime për interpretimin e videoklipeve dhe hitet e tij, përfshirë çmimin Best Male 2010 dhe këngën Mëkatare, por më shumë njihet për Vallën Kosovare, një nga këngët më të dëgjuara të dasmave shqiptare. Ai publikoi disa albume të suksesshme dhe mbeti një nga emrat më të dashur të muzikës zbavitëse shqiptare.